Në një intervistë të dhënë së fundmi, deputeti PDK-s Nahit Hasani paralajmëroi trazira në rast të dënimit të Hashim Thaçit nga gjykata speciale, i cili ndër të tjerat po akuzohet edhe për vrasjen e kundërshtarëve politik. Po nëse gjykohet Hashim Thaçi, kush na siguron neve që nuk do të ketë trazira në rajon? Një luftë e jona, një liri e jona, me dalë me bankën e akuzuarve. Unë besoj se do të ketë trazira në rajon. Të gjithë shqiptarët, me ma gjyku lirin time, luftën time, historin time, deklaroi deputeti PDK-s Nahit Hasani. Këto deklaratat të Hasanit, sipas Saim Tahirajt, ish bashkëluftëtari i Selim Çelkajt, përbën një kërcënim të hapur ndaj gjykatës speciale. Deklaratat të tilla, madje edhe protestat kundër gjykatës speciale në Hag, jemi mësuar tashmë të dëgjojmë dhe të shohim. Këto deklarata kërcënuese janë presione të vazhdueshme për të penguar punën e gjykatës dhe për të ndikuar në vendimarrje. Janë ndërhyrje në punën e institucionit të drejtësisë dhe plotësisht të papranueshme, shpreh Tahiraj, sipas të cilit specialja është produkt i Kuvendit të Kosovës. Ky person që lëshon direkt akuzat të tilla është deputeti i Kuvendit të Kosovës. Ndaj nga një pozicion që ka më shumë, duhet jeti kujdesshëm me deklarimet të tilla. Gjykata speciale është produkti i atij kuvendi, deputeti të cilit është dhe duhet të respektuar vendimet që ai kuvend nxjerr. Deputeti në fjalë është votuar nga populli dhe është i obliguar të mbrojë interesat e tij, ka shtuar Tahiraj. Ai i bën thirrje deputetit Hasani që të vizitojë të gjitha familjet e viktimave politike në Kosovë, vrasje për të cilat po gjykohet Hashim Thaçi dhe të tjerët në gjykatën speciale. Ky deputet duhet të vizitojë të gjitha familjet e vrara nga vrasjet politike dhe të dëgjojë rrëfimet për vojtjet dhe shqetësimet e tyre. Të gjitha këto familje janë pjesë e pandare e popullit tonë dhe meritojnë të trajtohen si të barabarta me të tjerët, sidomos nga ju si përfaqësues i popullit, që jeni obliguar të mbroni interesat e tyre. Largoni urrëtitjen ideologjike dhe pranoni realitetin në Kosovë, sepse vetëm atëherë jeni realist dhe të drejtë në gjykime. Lejoni të qetë gjykatën speciale që të gjykojë dhe të marrë vendime në bazë të provave dhe dëshmive, pa presione publike, ka thënë Sami Tahiraj.